Mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit, mirë se u ktheve. Erën e fundit e kemi patur në lidhje Skype-i. Erën e fundit fare, po. Na folje për surprizën e saj që e kishte mbajtur. Si jeni nga shtëpia? Mirë se ju gjeta të treve. Por faktikisht para 3 vjetësh kam qenë në studio mbase. Po, ke qenë dhe në studio. Por erën e fundit folëm dhe ndam i lajm shumë të mirë, domethënë. Jeni me shëndet mirë gjithë, domethënë. Mirë jemi, shqyqyr, gocat janë rritur tashmë, janë 1 vjet e gjysmë të dyja. Vetëm ne prindrit nuk jemi shumë mirë, se jemi pa gjumë, po gocat janë shumë mirë. Kjo tregon që ato janë aktive, lëvizin shumë? Janë aktive dhe njëra prej tyre, për shembull Mara, vendosi zakonisht natën të bëj parti. E kuptoj. Kështu që E kuptoj. Mirë, nuk zjat shumë, kjo gjë edhe janë 2-3 vjet tjera. Po. Pastaj ajo do vazhdoj të bëj parti, po jo nuk do e çani më kokën, do ikim, do flëm, do me kështu me radhë. Por kjo është bukuria që jeni mama, apo jo, që trish pa gjumë? Nga ana mjekësore mund të them, ne kemi si pjesë të terapisë kundra depresionit heqjen e gjumit. Doktor Edi mund të ma konfirmoj pra... Si heqjet gjumit? Pra që një pacient për shembull që ka një depresion të thellë, ekstra, ndonjëherë i lëm më shumë se ç'duhet pa gjumë, sepse aktivizojmë trurin, kur është për shembull që ka nivel të ulët dopamine. Tërë sekreti është tek koha. Pra sa kohë loj dikë pa gjumë. Nëse pa gjumësia bëhet e përditshme, atëherë patjetër kjo është burim depresioni, dhe për fatin e keq për prindrit e rinj, kur janë në mënyrë të rregullt të pa gjumë, nuk është aktivizuese dhe bëhen vetëm të lumtur, por edhe lodhen. Po ne jemi akoma te faza që edhe pas 1 viti gjysmë jemi shumë të lumturuar. E qartë. Unë nuk e di dhe unë kam rritur 2 fëmijë, po unë kam fjetur. Se ju baballarët zakonisht vetëm fëmijë. Në base do kujtoj pak fjalët e babait tim që thotë që atë që bën gëci që është bashorti, unë si baba shqiptar nuk e bëj dot. Sepse ai e ndan 50% atë kohën që ne u kushtojmë. Ky pas ka qenë Chelsea i suksesit. Unë ato kohë e mbaja veten si baba hollandez, si baba shqiptar se bëjnë. Ai ngrihet edhe ai ngrihet të dy njësoj. Madje është e kundërta, ai ndonjëherë më lë mua të flemë gjatë se kur kam urgjenca të tjera e di që nuk mund të shkoj ashtu pa gjumë fare, se kushton jeta mbase nga gabimi im. Faktikisht është, unë do thosha që kohët që jetojmë e diktojnë këtë gjë, se jo më kot, edhe më përpara fëmijët kanë qarë, s'kan fjetur, por nënat kishin leje, e kishin karrierën tretësore në jetë, domethënë jo parësore, ndërsa sot zonjat bëjnë disa gabime si pas mirëmërisë ose disa zgjedhje të gabuara, nuk po e quaj. E para lindin shumë në moshë, do thosha pak më të madhe se sa ajo fiziologjike e përcaktuar. Kjo është e vërtet. E dyta, mundohen që të dalin sa më shpejt në punë, të punojnë online gjatë kohës që kanë fëmijët. Pra, mundohen që të pjestohen për 3, ndërkohë që duhet ishin të dedikuara ndaj fëmijës. Sepse ne të dy e dim që ka një marrëdhënie kimike dhe valore nën fëmijë që raportojnë kaq mirë me njëra tjetrën në kushte flas, në kushte ideale, domethënë sa që atë e kompensojnë edhe lodhjen e njëra tjetrës. Kështu që koleg, mos më shiko, ti ke mbaruar punë me këto gjëra, ti fle në një kat tjetër, fëmijat qanë në një kat tjetër, me sa di unë. Prandaj fle. Këti pse përfundova unë, domethënë se deri tani po flisje për nënat, mos duket gjosi nonën ty? Jo, po edhe ti ke një nën, domethënë që Kapish. Doktoresha është në Shqipëri për një konferencë. Pra, shqyqy që more frenat e emisionit dorë. Fabio kuptovi që figura e gruas po vjet në rrezik, duke ja privuar asaj të drejtën për të bërë karrierë, për që nënë dhe disa ashtu. Kështu që unë solidarizohem me të gjitha nënat. Po ta kishim lënë edhe 2 fjali do të ishte drejt e votës. Po, se e kuptova që po shkonte në drejtimin që gratë duhet të përkushtohen më shumë fëmijëve. Është konservator. E vërteta është që një nënë e lumtur them unë, edhe gjatë shtazanis më ka shoqëruar kjo ndjesi dhe tani që kanë lindur gocat, një nënë e lumtur mund të rrisë fëmijë të lumtur. Dakor, po mos ankohet. Se ju po ankoheni. Po ankohet fare valla. Po jep këshilla edhe nëna të tjera. Gjumë, jo lodh. Nuk tha fare një gjë të tillë. Edhe në fund jemi edhe të lumtur. Je bër manipulator, je bër si këto partitë e vogla, koleg. Okej, mos votoni për mua. Kështu që mendoj që për sa kohë që edhe nënat e reja janë vazhdojnë karrierën, pra, sepse kjo është edhe një ndër arsye pse stopohen femrat, që në momentin që lindin fëmijë, atyre u stopohet mundësia për rritje në detyre tjera. Mendoj që është edhe përgjegjësia e burrave, tani unë topin po ta kthej mbrapsht. Patjetër. Unë nuk akuzova nënat. Them është koha, është kapitalizmi, është ritmi i shfrenuar dhe
Dhe fakti që kjo grua humbet punën ose karrierën nëse, pse mos rri një vit, ta bëj fëmijën një vit dhe pastaj ta rimarri karrierën ku e ka lënë. Sepse nuk të pret, që she thoni, doktore, nuk të pret koha dhe nuk të pret ky tregu. Mesazhi për ata është që ta presin këtë grua. Dhe mesazhi për burrat, për mua, është që t'i ndihmojnë gratë të tyre, që dhe ato të flenë pak gjumë, t'ua heqin gjysmat e detyrave në rritjen e fëmijëve, se në fund të ditës apo jo Keli thonë, unë jam babai i fëmijës. Pra, atë autorsinë e duan mundësisht, jo 50%, po dhe 100%. Po foli babai i fëmijës do thotë që u realizuaj. Mamaja vjen gjithmonë nga pas. Edhe në botën perëndimore, që është e vërteta, se ne mendojmë që është fenomen shqiptar, që gruaja është, më thënë, lë pak vendin burrit. Unë personalisht e bëj këtë gjë. Unë me shumë kënaqësi ja lë vendin burrit dhe burri im i gjerman e dëshiron atë figurën e komandantit, mund ta quaj tanijes. Edhe nga profesioni që është sportist, kështu që merret me lundrimin, kështu që mendoj që gruaja ka funksionin e saj sjell jetën, por dhe burri duhet ta mbrojë jetën që sillet duke e ndarë të përditshme gjysmë për gjysmë me gruan. Edhe mundësisht jep edhe kavalier, ta lënde që gruan pak më të lirë. Jam shumë dakord. Është, domethënë, për ty merr burr gjerman. Merr burr gjerman. Domethënë Fabi pyet një herë, ka shoqni i burrit, domethënë ka ndërtar të tjerë që janë beqar, domethënë ti mund të pyesësh Fabi, domethënë se për këtë temë jemi mbledhur. Po, është duhet sportistët kanë edhe shpirt sportiv pastaj. Ha, pra. Kam thënë sportist. Po sportist gjerman kësaj radhe që lumb Bundesliga. Doktoresha, parandalimi i tumorëve tek gratë është konferenca që ju ka sjellë në Shqipëri. Çfarë mund të themi për situatën dhe programet parandaluese në vendin tonë? Kanceri është një temë gjithmonë aktuale, sepse na shoqëron në përditshmen tonë profesionale dhe ne vetë mjekët ndonjëherë bëhemi presë, sepse vemi edhe ne si femra, sidomos për shembull pas shtazanive me që semi te tema e MMS-së, shumë gra bëhen pre për shembull e kancerit të gjirit, sepse vetë shtazania është një faktor që e rrit mundësinë që ato kokrat e vogla të gjoksit, që ndonjëherë janë të padukshme kur nuk je akoma nën, në momentin që shpërthejnë hormonet, mund ta quajmë të shtazanisë, ashtu shpërthejnë dhe ato qelizat të cilat mund të kalojnë nga një gjendje në një kokër, mund ta quajmë ashtu normale ose benigje, që quajmë në ana mjekësore, mund të bëhet një kancer gjiri. Prandaj, nëse do fillonim ditën e sotme mbar, do thosha Fabi dhe ti duhet të shkosh në vizitën e radhës të bësh një mamografin, të bësh një vizitë ginekologjike, të bësh vizitën për ata që pin duhanin, të bën një vizitë mjeku i mushkrive, sepse shumë shpesh kur kemi një faktor rreziku, jo vetëm për çështje duhanprirje ose pirjen e alkoolit, të cilët i dëmtojnë organet. Në këtë studio duhan pi vetëm njëri që e mban vetëm për parimor. Nuk është sot, nuk ka ardhur, po që kur të vi. Nuk ka ardhur, po. Dhe nuk është as mjek mbase. Jo, është mjek. Është mjek, a? Nuk e di, me teorinë e përjashtimit e di? Në gjërat që nuk mi vesh mua... Po ti nuk je pneumolog, kjo është favori, kryesor. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që unë të bëj ato që thua ti. Dhe jo në sy doktoreshe, se doktoreshe ka pas mendim... Nuk ja ke thënë babait akoma që pituan. Po babai më shef, po kolegë, të s'ka panër me cigare. Por gjithsesi doktori ka figurën e një sportisti, meqenëse ishim te tema e sportit, kështu që kjo mendoj që, më thënë, nëse mjeku do të bëj, mund ta ishim një këshillim të mirë të pacientit, duhet të filloj me shembullin personal. Dhe prandaj edhe unë në kuadrin e këtij projekti, është një projekt faktikisht që realizoj me Gicin gjerman, me një shoqat Dona Europa, Dona Albania që është këtu në Shqipëri, që është angazhuar kryesisht vetëm për kancerin. Unë në kuadrin e këtij projekti kam zbuluar edhe te vetja shkallët e para të një kanceri të mundshëm të gjoksit. Kështu që eci edhe sot tani spontanisht më thë mendova ta ndaj, edhe pse është një rrëfim shumë personal. Nuk e ke thënë fare. Jo, sa koka? Faktikisht direkt pas shtazanisë dalloheshin që ishin gjëndra, në thonjza që ishin në rritje dhe në pritje që to të zvogëloheshin, po ndodhte e kundërta, edhe pse hormonet pas shtazanie bien dhe pritjen që... Janë ciste apo... Jo, nuk janë ciste, po ishin tamam kokrat, më thënë të cilat po t'i lë shumë gjatë, nga natyrë benigne shndrohen në kancerogjene. Nga malinje shndrohen. Në malinje, pikërisht. Si rrjedhim, mendoj që nuk ka askush, sidomos në gjinin femërore, por dhe burrat. Unë kam pasur, para se të nisesha për në Tiranë, pardije, kam pasur një burr që kishte gjendër në gjoks dhe që e dërgova për herë të parë burrin tek ginekologja, sepse dhe ai mund të pësoj kancer në gjë. Pra, 1% e mundësive. Po, është një 5%, më thënë, ndër ata që i ka kancer i gjirit.
në rastin konkret, me që na e rëfeve, do më thënë. Kolegë, se ti abuzon dhe me shërebel, ta kam thënë herë tjetë. Jo, nuk ka të bëjë. Doktoresha Sedik. Cili është mjekimi që bëhet? Bëhet një ndërhyrje, apo bëhet... Ndërhyrje kirurgjikale, mua më duhesh të bëja 2 ndërhyrje të ndryshme, derisa të hiqet mundësisht kur jemi e kapim në kohë kancerin, atëherë favori është që mund ta heqësh deri në int të shëndetshëm, pra in situ që e quajmë, që është pra kanceri nuk është përhapur dhe mund ta heqim komplet, duke eliminuar mundësisht edhe ato nyjet limfatike në qoftë se ato janë deri diku të prekura ose të rrezikuara. Por për fatin e mirë, nuk duhet të shkojmë deri në atë radikalin, për shembull që ka bërë Angelina Jolie, që vetëm se kishte gjenin për shembull të kancerit të gjirit dhe vendosi ti hiqte komplet brustektomin, pra ti heqin komplet gjoksat, por është patjetër vendimtare në shpëtimin e jetës pikërisht kapja në fazën e hershme, sepse ajo bën diferencimin që do jetë vetëm operim që po thuat i Keli, apo do bëjmë edhe një rezatim, apo do bëjmë edhe kemoterapi në një shkallë të tretë. Pra, sa më shpejt, aq më pak bëjmë. Në rastin tim, shumë beta vetëm te kirurgjia. Pra nuk kalove në një fazë konservimi, u kap në kohë. U kap aq në kohë sa që nuk pata nevojë as për medikamente më tutje, që të marrësh hormone që janë në formë kemoterapie në formë tabletash. Pa dhe stres? Stresi. Faleminderit që e përmend, sepse kur janë futur për herë të dytë në narkoz, zakonisht kur jenë në rrezik për jetën, më shumë kam pasur herë e parë e futur për fëmijët. Në ishte hera e tretë, për fëmijët isha hera e parë. Hera e dytë ishte për operimin për kancerin, për parandalimin e rritjes së gjendrave të kancerit, dhe herën e dytë ishte për ta zhdukur komplet. Pra ato pjesë kam bërë 2 operacione. E kur futa për herë të tretë, po thoya? Kur futa për herë të tretë, mund të them që kur më thanë anestezisja që më ndodhi diçka të bukur, thjesht mendova për gocat, thash që është shumë e rëndë, shumë e rëndë. Narkoza? Narkoza, por ideja e që ti a do t'ja dalësh ose jo. Sepse sidomos kur bësh me fëmijë, zakonisht kam pasur gjithmonë burrin, gjithmonë kur kam pasur një gjendje në një aksident të vogël, ato sekondat kur rrotullohet makina ose diçka e keqe, mendoja wow, do mbetet gocë i vetëm, kështu ajo ndjesia që po lë dika. Kurse kur ke dhe gocat, atëherë është, më thënë, lufta base për jetën bëhet akoma dhe më e dhimbshme, por base dhe fuqia për ta luftuar në sëmundje kanceroze rritet, shumë fishohet. Kështu që mbase gocave nuk i falenderojmë vetëm lumturinë, por edhe me vërtet ndonjëherë edhe shpëtim jete. Patjetër. Je mirë, nuk ke shqetësim. Jo, gjithçka në rregull. Je mirë dhe i bie që ke shpeshtuar pa kontrollet, domethënë. Po. Pra, unë nisa për të ndihmuar patjetër të tjerë, ne kemi të dyrë të përditshme doktor Edi që të ndihmojmë të tjerë, por ndonjëherë në kuadrin e këtij projekti, unë vetë u bëra paciente, edhe gjithë ato webinare që kemi një vit që po e bëjmë, i ndjeja më shumë se sa kur, sepse atë fjalën stresi që unë jam e specializuar Keli tek çrregullimi post-traumatik tek pacientët faktikisht e infarktit të zemrës dhe të insulteve cerebrale. Por në kuadrin e 5 viteve doktoratur, patjetër që kemi pasur dhe shumë universitete studime që na tregonin që edhe të afërmit e pacientëve që përjetojnë kancer traumatizohen ndonjëherë edhe më shumë se sa ata që e kalojnë vetë kancerin. Që të thotë që stresi është i pallogaritshëm, që është shumë i madh, madje të lë, domethënë edhe traumatizime tek këto pacient, sepse frika që ty mund të rikthehet kanceri, frika që a do t'ja dalësh, a do hiqet me të vërtetë, a u hoqën të gjitha ato qelizat kanceroze, është kaq i lartë sa që mund të them që një ndër arsyet kryesore pse ndonjëherë rikthehet kanceri është pikërisht kjo paniku që ti e ke kaluar kancerin, je konfrontuar me vdekjen dhe sistemi jot nervor dhe imunitar nuk qetësohet më prej atij momenti. Bëj një pyetje. Ne në bisedat e zakonshme, ne që nuk jemi të fushës, pra që jemi të paditur për sa i përket mjekësisë, ose marrim këshilla nga ju që keni studiuar mjekësinë ose dhe praktikoni mjekësinë. Kohët e fundit dëgjojmë shumë raste të shtimit të numrave të njerëzve të prekur, jo vetëm të zonjave, por dhe zotëria nga lloje të ndryshme kanceri. Kemi të bëjmë me një shtim të rasteve në statistik, në krahasim po themi përpara 30 vjetëve, apo është thjesht fakti që tani po i evidentojmë më lehtë? Shumë pyetje e bukur dhe në ana shkencore dhe shumë relevante, sepse edhe diagnostikimi ka rolin e vet.
E vërteta është që stili I jetës perëndimore u përmend pak më përpara që nuk të lë jeta që të bësh mëmësinë të mirë si nën, të marrësh një kohë që ta gëzosh, mund ta quash fëmijën tënd, ta gëzosh në profesionin tënd pikërisht sepse gjithçka është shumë shpejt. Dhe kjo automatikisht për trurin e një njeriu që nuk është I programuar që çdo ditë të ketë sfidën e mbijetesës e trafikut që ka rrugët e Tiranës ose rreziku do me heqin nga puna ose jo, që ndodh shpesh në Shqipëri. Të gjitha këto e lejojnë që truri të qëndrojë gjithmonë në një modusin e mbijetesës dhe kjo është stres, pua. Pra, nuk arrit sistemi jo nervor që të relaksohet në një formë të tillë që dhe qelizat e palcës së kockave, që janë ato qelizat burimore që ne quajmë, këto qeliza të arrin t'i vrasin dhe qelizat kanceroze që se dim të gjithë prodhohen çdo ditë. Pra, trupi jon prodhon çdo ditë qeliza kancerose. Se kundër jemi në luftë kundër bakterieve, të gjitha parazitëve që ka ambienti jon, edhe ndaj qelizave kancerose, sistemi imunitar duhet të luftojë çdo ditë që mos të lejojë të shfaqet një kancer. Në momentin që raporti midis forcave tona mbrojtëse, që është aftësia regeneruese, e gjumit të mirë, e ushqimit të mirë bio, e një sporti, qoftë edhe një gjysmore ose deri në 1 orë në ditë, mbas dite të dalim në natyrë, në ambient, ngjyra e gjelbërt e relakson trurin, oksigjeni I vret qelizat kanceroze, në qoftë se të gjitha këto shtyllat kryesore, ushqimi, lëvizja dhe qetësia shpirtërore nuk janë të kombinuara dhe këto balanca prishen, atëherë patjetër mos të çuditemi që edhe një moshë e re shfaq papritmas një kancer. Dhe ana jon gjenetike është gjithmonë shumë individuale, pra ka njerëz që në familjen e tyre, edhe pse mos ke qenë mamaja ose gjyshja, po në kuadrin e trungut të tyre familjar kanë gjene për shembull që zhvillojnë kancer gjiri, ka të tjerë që zhvillojnë kancer për mushkrin, edhe pse s'ka pirë asnjëherë duhan, se kjo është dhe paradoksi shpesh herë që I ka pikërisht një kancer që ato nuk e mendonin kurrë. Prandaj statistikat tregojnë Keli që në 5 vjeçarin e fundit ose ka ndikuar te pandemia me nivelin e shtuar të ankthit dhe depresionit që kemi deri në rritje deri në 30%, ka ndikuar në total stili jon. Stresi apo vaksina? Për vaksinën nuk ka deri tani studime, por duhet të presim edhe pak vite që të vërtetojnë një lidhje midis rritjes së numrit të kancereve dhe vaksinimit. Këtë nuk e kemi si të dhënë, por dim që është rritur deri në 10% në nivel evropian kanceri I diagnostikuar deri tani. Në vende si Shqipëria pastaj është pyetja sa e kemi të diagnostikuar, janë shifrat e errta akoma dhe pak më të larta nëse të gjitha në rastin e kancerit të gjirit ose të gancit të gratë shkojnë rregullisht I bëjnë diagnostikimin. Tek burri shqiptar nuk e njeh kancerin, kështu që nuk ka pse të shkojë te urologu apo ku ta diun dikush tek pneumologu nëse pin duhanin, sepse është edhe çika psikologjia që vetëm kur është shumë sëmur do shkojmë patjetër. Kështu që Okej, në këtë rast e vërtetë është ju thotë, po mos më shihmoj gjithkohë. Për të marrë të shumë burrat. Mua po të çosh të bëj analiza është burri është smur është prag lufte botërore, domethënë. Aha, okay, do të thotë që unë zbulova një burr tipik shqiptar për sa I përket. Unë jam tipik shqiptar me një fobi më tepër. Ashtu. Nuk shoh dot gjilpërët. E kuptoj, e kuptoj. Këtu nuk futemi më te trimëria, domethënë kjo është. Pra ne mund të diagnostikojmë tek ty kancerin Keli nuk vetëm përmes kështu Jo, ri me kolegun non stop gjithë ditën. Kolegu e ka një gjendje të tillë, është po e ka bardhëzi si tumor, është tjetër histori. Por, fino alla fine, gjithsesi. Sa duhet t'i shpeshtojmë vizitat e mjeku? Pra, në një vit, sa herë duhet të shkojmë për të kontrolluar veten në rast se larg qoftë kemi frikën që mund të kemi një kancer. Check-upet tek mjeku I familjet janë të parashikuar të paktën një herë në vit. Dhe në pjesë e këtij check-upit është fillojë gjithmonë me lëkurën faktikisht, sepse ajo na jep dhe të dhënat më të sakta se çfarë ndodh edhe me organet e brendshme. Prandaj skrini I lëkurës I takon marrjes së gjakut, a vizitës së mushkrive, nëse dallojmë diçka që nuk shkon, atëherë një radiografi e mushkrive na jep gjithmonë të dhënat të sakta kur bëhet fjalë për dyshim të një kanceri të mushkrive. Një eko të barkut I takon, jo të gjithë mjekët e kanë atë specializimin në thonjza ose kualifikimin për
për një eko, por dhe kjo i takon diagnostikës një herë në vit për të zbuluar edhe tumore të fsheta të barkut, të zonës së barkut, ndërsa kur flasim pasaj për kancere që mund të prekin pjesën e trurit ose pjesën neurologjike, ato janë të pagabushme, aty s'duhet t'jesh fare mjek, madje student, si goca jote, Keli, që mjafton të shikosh një varjen e një buze, një shenjë neurologjike mpirje duarsh, ose një paralizë të lehtë, aty e shikojmë që kemi një pupil që është më e ngushtë se sa pupila tjetër, atëherë duhet me patjetër bërë dhe skaneri kokës, sepse kemi dhe tumore të vogla të trurit, të cilat qëndrojnë të fsheta dhe mund të shpërthejnë shumë shpejt në qoftë se nuk diagnostikohen në kohë. Me këtë që sa po thatë, duhet me shku shpesh të mjek. Këtu kemi një kufi shumë që duhet ta diferencojmë. Unë kam, diskutoja me stafin tuaj pak pas të vija, 90% e pacientëve që të vinë në të përditshmën tënde zakonisht janë të lidhur me anën psikologjike, pra frika e një sëmundje i sjell. Nuk do inkurajojë çdo njerëz çdo herë që ngrihemi në mëngjes me frikën që unë jam sëmur se sot nuk po ndihem i trishtuar, po më dhëm diçka, që gjithmonë të shkoj tek mjeku dhe të i marrim mbase të drejtën e dikujt tjetër që e ka të domosdoshme. Pra, mbase të jemi edhe sociale edhe në familjet tona dhe të japim prioritet atyre njerëzve, po e drejtojmë përsëri pak ty, Keli, që nuk shkojmë e kënaqësi tek mjeku, që të themi të inkurajojmë dhe ata. Nuk e mirë, koleg. Dhe jo ata që kanë frikë të vendlidher tek mjeku, se ai që e ka mbase një kancer, ai nuk shkon asnjëherë. Atëherë, unë kam ndërtuar një network mjekësh të gjitha llojeve të specialiteteve. Kam ndërtuar investimi im prej 30 ca vjetësh, 40 vjetësh. Ftoj për trek, për darkë, rim bashkë, kështu me radhë. Unë, apo jo, e kam gjithë të... Dhe, jo, po flet me dispečerin. Praktikisht, cilin nga mjekët specialist të marë, dhe jam i pari... Dhe ta janë me skaner, e kanë skaneri me vete dhe të skanojnë sa që të shofin dhe të di. Po prim në i gotë verë, dhe me thënë edhe... Por, ka një gjë që mesazhet që ata mjapin, unë ja filtroj këti, edhe nuk ja them, koleg, vjen shumë keq, Edhe faktikisht njerëzit që rrinë shumë afër me mjek janë mjek edhe më të mirë sepse ata bëjnë eksperta pa u lodhur dhe është një dituri që të vjen dhe pak qyl. E shoh edhe çik të burri im, domethënë, ai ca gjëra ndonjëherë më korrigjonte mua, them, ua thash, po ti ma ke thënë, tha mua dhe kështuar, se kështu bën ka. Kjo tregon që ai ka një kujtesë të fortë. Të jashtëzakonshme. Që mban mend, si ta bëjmë të kemi kujtesë? Unë të marr ujë, unë të marr ujë dhe për shok të burrit. Okej. Por më bëri përshtypje dhe burrat që mund të preken nga kanceri i gjirit. Mos është një fenomen që po shtohet të vitet e fundit? Po, sepse ka shumë që marrin dhe hormone për shumë për bëjnë sport. Pra, këto testosteronet e shtuara, që merren androidet për të shtuar masë muskulore. Asnjëri nga ne të dy, asnjë lloj suplementi. Asnjë suplement, as ato farmacisë. Është edhe më mirë, natyra s'ka nevojë. Vetëm sherebele. Përveç kolegut që e ka abuzuar që me sherebele, po mund bëjmë një kontroll. Kemi një skaner të vogël aty kur dalet. Por e mira tek gjoksi i burrave dhe çuna që i keni këtu në studio, mjafton një tastipalpim domethënë një gjoksi dhe e gjeni shumë që u luten këto gocave këtu, asnjëri nuk i prek. Asnjëri. Kemi frikë se nuk do na gjishen, se çuna zakonisht janë dhe të turshëm në gjeshje. Mund të bëni një kontroll masiv përveç meje dhe Dorit, domethënë ne largohemi urgjent nga studio. Por një dhuratë dhe për mjekësinë shqiptare është dhe libri juaj botim, Manuali i mjekësisë së urgjencës, edicioni i parë. Ky është një libër për studentët, për mjekët e ri, apo është një libër edhe për njerëzit e zakonshëm? Për dy kategoritë e para, pra studentët dhe mjekët e rinj në çdo lloj rasti, sepse e kam ndërtuar në një formë të tillë që ai që del nga që nga universiteti dhe mbase e ka të diplomën dhe me 10-ta, gjitha me 10-ta. Po do i bëj roje. Edhe bëj roje nuk di se si radhën e punës, që si themi ne. Kështu që ne kam bërë me hapa, e kam bërë me shumë figura, me algoritma, në mënyrë të tillë që mos të humbasim në atë literaturën tipike shqiptare që është pak më tepër pro lindjes dhe jo pro perëndimit, që ka shumë fjalë dhe pak ilustrime. Por, pyetja shumë e saktë, Keli, sepse unë fillimisht doja me patjetër të kisha një kapitull për pacientin dhe një kapitull për mjekët. Por më doli libri tani kam 500 faqe akoma në shtëpi që më presin, se ka dalë shumë i trashë që e kam startuar me ata që ka nevojë urgjente për të marrë provimin e diplomës, por sidomos ata që edhe që shkojnë jashtë Shqipërisë, shumë aprobacionin e quajmë në Gjermani. Ato provime që unë i kam kaluar vetë, 3 specializimet edhe aprobacionin bie 4 provime, atë dijen që i kam hedhur me shënimet e mia personale,
U shëndrova në ato përsëri si nxënëse tipike shqiptare, nxënëse studente e mirë dhe i kam hedhur të gjitha në libër. Po, të gjitha. I kam të më thënë se kam qenë gjithmonë shumë e strukturuar. Jo, kam përshtypjen që... Pyetje përgjigje të gjitha, do më thënë. Të ilustruara shumë bukur. Po kështu kot me thonë, tregojen provim, tregojen. Kam qenë shumë e mirë këtë. Tëra shënimet mund të lodhesha muaj të tërë që hidhja ato të strukturoja, i jepja. Të gjitha e kam dhënë, me i bërë një kopje tërë paraleli imi e kishte e dinin ato. Ku keni bërë juve shkollën? Këtu në Tiranë. Në Tiranë, çfarë vitesh? 2004 deri në 2010 në kam mbaruar. Okej. Mund të ishte studentja ime, kam bërë çik më shpejt. Edhe pse dukesh kaq i re Po mos ta bëj qefin në doktoresh, mos ta bëj. Unë përveç ai faleminderit që është kaq e sjellshme. Jo, ta thot. Sepse ai ka një dozë shumë të madhe stresi. E kuptoj. Dhe e ka, domethënë, ka një formë kuqezi brenda në... Ky libër, mund të them dy fjalë. Domethënë, ky është eksaktësisht ai që i duhet një studenti të ri. Ti mund të dish Ti po lavdëron diçka? O, koleg, më fal. Më fal. Gjërat e vërteta, unë jam i vërtet gjithmonë. Kjo ka rëndësi, autenticitetin e... Është e vërtet, nuk ndodh shpesh që sepse na vin këtu lloj-lloj. Është hera e parë. Çajra gjëra nga shumë ato Skënderbeu, gjua shqipe, nga këto. Po nuk i ky libër është eksaktësisht libri që i duhet një studenti, sepse ty të ka paniku, ti nuk di radhën e punës, ti mund të dish të bën, po ndoshta nuk e di sa. Këtu kemi protokollat, ka pasur një ndjeshmëri kaq të madhe profesionale dhe domethënë unë të përgëzoj sepse ke gjetur eksaktësisht atë që i duhet një mjeku që përballet me rastet e urgjencës. Dhe jo vetëm mjeku, libri është i mirë dhe në shtëpi. Po. Sepse ti mund të flas për njerëzit që din të lexojnë, që kanë një njohuri mbi mesatarë. Numrin e telefonit, siç e kam. Eksakt. Për çdo gjë të martojnë telefon, domethënë. Ata mund të kuptojnë shumë gjëra, radhën e veprimeve që duhet bëjnë për të zgjidhur rastet e tyre të emergjencës. Tani ka kohë që është botuar libri apo jo? Unë e kam botuar që vitin e kaluar, e kam shkruar 2023 është mbyllur, por me të gjitha ato redaktime të gjitha në vitin e kaluar e kam shtypur, domethënë në mënyrë zyrtare. E gjejmë kudo e kam fjalën në librari. Në librari faktikisht tani do për herë të parë po jap në mënyrë masive, sepse e kam pasur vetëm me titrazh të ulët, vetëm për miq shokët i kam dhuruar zakonisht, por kësaj here meqense kërkesa ka qenë me të vërtetë gjithë vitin. Çdo ditë kishte një student ose një mjek që thoshte doktoresha, ku ta gjej librin tuaj? Dhe më kapi dhe mua ndjenja e fajit, mund ta quaj, që nuk po e ofroja, kështu që vendosa thash po e bëj pak titrazh më të lartë dhe po e çoj tek libraria Ardrion, që është në Qandër dhe tek për krah fakultetit mjekësisë. Ka një librari që ka qenë gjithmonë dhe në kohën time, besoj dhe në doktori Edit. Është një libri, shto dhe librin universitar. Po. Shto edhe librin universitar, domethënë shtëpia botuese është shumë serioze, shtëpia e ime botuese, shtëpia e Pegi. Po. Edhe kështu që ky është një tekst tejet i nevojshëm, sepse tani mjekësia nuk është më pronë e njerëzve të specialitetit. Është dhe njerëzve të zakonshëm, sepse Google-i me ChatGPT në ka bërë namin, prandaj më mirë lexojmë këtë se të futemi në Google, them unë. Është shumë e vërtetë se edhe një pacient, se folëm për frikën dhe anksin, shumë pacientë të cilët e dyshojnë që kanë diçka dhe kur e gjejnë ato veten e tyre të këto hapa që këtë duhet të bëhet, duhet marrë të bëhet një EKG, të bëhet kjo, dhe nëse të gjitha dalin negative nuk e gjë. Mjafton që pacientët që për shembull kanë frikë nga një dhimbje gjoksi se mund të kenë një infarkt zemre dhe shkon tek kapitulli për shembull infarktit të zemrës, edhe thotë, çfarë duhet të bëj unë sot? Të shkoj tek mjeku i familjes, të bëhet një EKG e thjesht, dhe nëse ai shikon që EKG-ja del 100% në rregull, nuk ka nevojë të jetoj çdo ditë me frikën që po më dhem zemra sot, më duket se e kalova një infarkt të vogël. Kështu që mendoj që edhe për ata që thot doktor Edi që edhe din të lexojnë, sepse mbase nuk është për çdo qytetar që mbase nuk ka kontakt shumë të shpesh me librin, më mirë të shkojë tek mjeku që t'ja interpretojë ai, por dikush që lexon dhe që e ka pak ato çrregullimin e frikës e të ankthit për sëmundje të ndryshme, kjo ndonjëherë është një ilaç i mirë, mund ta quaj. Jo, është që ka shumë nevojshme. Faleminderit që na ke sjell nga i kopje herë, sepse ndoshta kopjen e kolegut e marr unë prapë edhe atë. Merë koleg, më duhen kopjet kudo, domethënë ti e di se në çfarë lloj terrori jetojmë ne. Kupton? Na duhet që her pas here, domethënë që
Atëherë, koleg, për ty ka dhe preparat bimor, po edhe farmaceutik? Jo, sherebel jo më, do më se ka ardhë Se këtu. ka logat 203. Doktoresha, sukseset do presim edicionin e dytë, shënimet e dyta. Dhe shpresojmë të shohim dhe në një film, koleg, që nuk, më dhe një regjizor nuk do të kalonte pa parë. Doktoresha ka një elegancë të mund të themi dhe është grë e bukur. Ka nuk e di ta ka thënë, ta kanë me siguri. Bashorti ma thot, po ne gra shqiptare nuk i besojmë shumë këto gjëra. Ne kemi Jo, mendjen që... Jo, ka një test, ka një test janë programet e mëngjesit për të kuptuar cilat janë zonjat bukura ose cilat janë më të kuruara. Ne të pam pa grim, doktoresha. Na u duk se kërë erdi i gocë e vogël këtu, që atë i thash dhe kolegu, që është gocë e bukur që në ka ardhë në Atëherë, Shumë faleminderit Keni. Edhe ti marrite nivelin e hormonit, me efto një kompliment bënd mirë, apo jo? Kur një mashkull e egzageron me komplimentet, kalujmë ke faqja 114, që do marrë? Jo, koleg, në më pëpse e ka që posë. Faleminderit shumë. Në konferencë mund të vi kushdo, apo janë tëftuar vetëm mjek? Kur është konferenca një? Të fushësi mjekësisë? Faktikisht sot e kam një prezantim për librin. Po. Pra te fakulteti fakulteti mjekësisë që ti jem afër studentëve, kam vendosur që ti t'ua prezantoj dhe unë pothuajse e dhuroj këtë libër, kështu që kush ka dëshirë është i mjekpritur. Qëllimi është gjithmonë, qëllimi është vetëm atë që na ka munguar në doktorati, domethënë doja që se kam mbase edhe juve në Shqipëri u ka vajtur pak majt hundës njerëz që flasin shumë, kështu duhet bër, kështu duhet të arrim. Unë jam gjithmonë kam qenë edhe studente kundra anarkisë. Njerëzit që duan vetëm të bëjnë rrëmuj duke thënë se si duhet bërë, i kam shumë problem. Kam qef njerëzit që atë që e mendojnë, bëje. Bëjme një shembull, a ka mungon kjo te fakulteti ose te mjekësia jonë? Atëherë hith një hap dhe tregoj se si u bën ka. Për ndryshe më mi mos fol fare. Kështu është psikologjia ime, kështu që këtë gjë do t'ja jepja sot studentëve dhe e kam lënë takimin sot në ora 2, do jemi te fakulteti i mjekësisë. Kush ka dëshirë të flasë mbi urgjencat mjekësore, si ti trajtojmë ato shpejt, ti është i mikpritur dhe nesër pastaj Keli do jemi tek Rogneri për konferencën për kancerin e gjirit dhe për të kancerin, për parandalimin e kancerit tek gratë në total, ku janë të ftuar, ne deri tani kemi pasur regjistrime që kanë kaluar limitin që e kishim sallën, por që janë të gjithë, janë student, janë mjek, janë infermier, fizioterapist. Pra, unë jam shumë për gjithë përfshirje në mjekësi, sepse kjo vetëm fokus mjeku, ne doktor, unë kam shumë problem, të gjitha bluzat e bardha për mua janë njësoj. Nuk ka hierarkia, ky është më lartë e më poshtë. Të gjithë jemi shërbyes të shëndetit, apo jo? Derisa të kaloj në numrin e llogarisë rroga. Suksese doktoresha, mirë tani. Faleminderit shumë e dashur. Je shumë e këndshme. Faleminderit. Koleg lexo ndërkohë. Koleg, sepse pas pak do flasim kjo është thjesht sistemimi dijeve të mia në një farë mënyrë dhe rikujtese disa gjëra. Sa vjeç ka vdek Skënderbeu? Skënderbeu, nuk e di. Sa vjeç vdiq? Po. 63 vjeç, 1405, 1468. Merë mend, ne kemi shok të ngushtë të dy që është moshën e Skënderbeu. Nuk kanë luftuar Skënderbeu, por pas pak me zotin Luan Zyka.